Edi Rama humb personin e zemrës. Në një ditë të zymt për familjen Rama, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u përball me një humbje të thellë personale që ka tronditur zemrën e tij. Kushuriri i tij i dashur, me të cilin është rritur si vëlla, ka ndëruar jetë pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë. Lajmi i tillë u përhap shpejt, duke prekur jo vetëm familjen Rama, por edhe shumë që e njihnin kushuririn e kryeministrit. Edi Rama, i njohur për forcën e tij në skenën politike, u shfaq thellësisht i prekur nga kjo humbje e papritur. Në një deklaratë të shkurtër por emocionuese, kryeministri shprehu keqardhjen e tij të thellë për humbjen e kushuririt të tij të dashur. Me zërin e dridhur nga emocioni, ai tha: "Sot më është shkëputur një pjesë e zemrës. Kushuriri im nuk ishte thjesht një i afërm, por një vëllai i vërtet me të cilin ndava kujtimet më të bukura të fëmijërisë deri nis." Rama vazhdoi duke kujtuar momentet e paharrueshme që kishin kaluar së bashku, nga lojrat e fëmijërisë e deri te mbështetja e ndërsjellë në momentet më të vështira të jetës. Ai ishte gjithmonë aty për mua, në çdo hap të jetës sime. Humbja e tij lë një zbrazëti që asgjë nuk mund ta mbush, shtoi kryeministri me lot në sy. Sëmundja e rëndë që i mori jetën kushuririt të Ramës ishte një betejë e gjatë dhe e vështirë. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme mjekësore dhe mbështetjes së familjes, sëmundja përparoi, duke çuar në këtë fund tragjik. Kryeministri Rama, i njohur për angazhimin e tij të madh në punët e shtetit, ka vendosur të marrë disa ditë pushim nga detyrat zyrtare për të qenë pranë familjes në këto momente të vështira. Ai ka theksuar se asgjë nuk mund t'ia largojë dhimbjen në këto çaste, por mbështetja e familjes dhe miqve është jetike për të përballuar këto humbje të mëdha. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.